Përshëndetje Aferdita për ty dhe për gjithë shikuesit e Kanal 10. Jemi këtu në hapësirë brenda stadiumit Tehe Nepoli, një atmosferë jashtëzakonshme ka mbretëruar përgjatë kësaj dite në Bratislava, aty ku mbi 8.000 shqiptarë që do të jenë të pranishëm në stadium kanë krijuar atmosferë fantastike sot në shteshën e Bratislavës, në qytetin e Bratislavës. Ka pasur shqiptarë që kanë ardhur nga gjitha trevat, edhe nga Kosova, por edhe nga Evropa. Madje kemi parë edhe shqiptarë që kanë ardhur nga Amerika engas për të përsjellur këtë ndeshje. Një prononcim edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, që kishte për Kanal 10, tha se është optimist dhe tha se do të bëjnë gjithçka dhe lojtarët janë të maksimalisht të motivuar për të arritur një rezultat pozitiv që do të ishte historik për Kosovën dhe do ta shpijente Kosovën në finalen e play-offit, ku para dhuruesve të vet do të pres fituesin e ndeshjes Turqi-Romani. Florian, a ka ndonjë informacion se mund të ketë sot ndonjë atmosferë të papërshtatshme për lojtarët atje, duke marrë parasysh që këtu në studio po diskutojmë për thirrjet raciste që mund të bëhen nga tifozët e Slovakisë. Si qëndron atmosfera në këtë drejtim? Aferdita, është dita e dytë që ne jemi këtu në Bratislava, nuk kemi parë asnjë thirrje raciste apo ndonjë provokim apo ndonjë gjë nga tifozët slovak. Do të shohim se si do mbetëroj atmosfera në stadium, por ka qenë një atmosferë shumë e qetë. Domethënë slovakët kanë qenë shumë ikpritës ndaj tifozëve kosovar që ishin në numër të madh brenda rrugëve të Bratislavës dhe nuk kemi parë ndonjë incident dhe nuk besoj që pritet të ketë edhe brenda në stadium. E qartë, Florian, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Pritëm ndoshta më shumë atmosferë kështu, po besoj që është gjetur vendi